Naltmadhnisë së tij, mbretit të shqiptarëve, zogu i parë. Një letër nga burgu e drejtuar mbretit. Jo për nder, as për lavdi, por për mëshirë. Një lutje pas hekurave e Hakis Tërmillit që me shpresë i drejtohej mbretit zog që t'ja falte dënimin. Lutemi nxehtësisht që të keni mëshirë me na e fal lirin me rastin e festës aniversarit të shpalljes së regjimit tonë në monarki dhe të nderimit të Fronit të Skënderbeut me naltmadhninë tuaj. Në emën të burgosunve për faje politike dhe ordinere, Hakis Tërmilli e Jahja Ndroqi. Ndonjëherë, një letër është më shumë se një dokument. Është një zë që i ka mbijetuar kohës dhe në pak rreshta na kujton se sa e shtrenjtë është fjala liri.